Një afër me ime ka 6 çuna dhe ajo ka bërë shumë sakrifica në jetë që nuk përshkruhet as në një libër. Mirë po asnjëri për tyre nuk është i hajrit, as nuk e ndihmojnë, edhe pse ata janë gati pothuajse shumë të thyer në moshë. Më i madhi i 6 fëmijëve është 45 vjeç dhe më i vogli 34 vjeç, akoma kërkojnë shërbim nga nëna. As nuk e respektojnë, janë harbut me sjellje, ofendojnë shumë rënd. Dhe ajo është një moshë kaq të madhe, kaq halle ka kaluar sa që nuk mund ta përshkruaj. Një nga çunat edhe falet, por e ka gojën shumë të pisët. Ty të ndjekin në rrjetet sociale, a mund të bësh një këshill për këta? Allah, këta s'kan për të bo hajër. Sikur 340 vjeç me jetu këta, e 500 vjet me jetu këta, ta s'kan për të bo hajër. Një fëmijë që nuk din rendin, pozitën, që i ka falë Zoti, prindit, pasha Zotin e mund nuk ka për të bo hajër. Pasha Zotin e mund. Dhe këtu, ne marrim një mësim të rëndësishëm. Cili është mësimi? Edukojeni fëmijët me besimin në Zot. Po nuk e edukut me besimin në Zot, çdo gjë ka përqenë interes dhe pazar. Ju shërbeve kanë interes, kanë për të marrë me të mirë. Mbaroi interesi, s'ka më shërbim, kanë për të gjujt. Kështu që gjëja më e mirë që duhet me bëj me fëmijët tanë është t'i ushqejmë atyre dashurinë për Allahun, frikën për Zotit, besimin në botën tjetër, xhenetin, xhehenemin. Ja rasti, 6 fëmijë, asnjë s'do më ditë për nonë dhe për babë.